Rama mbledh kryebashkiak të majt dhe u kërkon të punojnë më shumë për mjedisin gjatë sezonit turistik, angazhimi më i madh edhe për paketën e maleve. Ministri i Brendshëm deklaron se njoftimi i ambasadës për sulme nga Irani është një lajmërim standard, policia i shton masat e sigurisë që kur nisi lufta. Opozita kërkon hetim parlamentar për Agjencinë Kombëtare të Informacionit. Berisha thotë se të dhënat e qytetarëve përfunduan te bandat kriminale. Një javë mbushur me sfida, debate dhe argëtim në ferma VIP 3, sot në mbrëmje priten të tjera zhvillime surprizë, një nga fermerët eliminohet nga publiku. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Në një takim me kryebashkiak të majt, Edi Rama është ndalur në disa nga çështjet kryesore që trajtohen nga pushteti vendor. Ai kërkoi angazhim të plot për pastrimin e mjedisit në funksion të sezonit turistik. Po ashtu kryeministri nxiti bashkitë që të zbatojnë sa më parë projektin e paketës së maleve. Paketa e maleve, forcimi i sektorit të emergjencave, si dhe pastrimi i mjedisit, ishin disa nga temat e diskutuara mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakëve të majt. Kreu i qeverisë mblodhi në Pallatin e Kongreseve drejtuesit e njësive vendore dhe në takimin që zgjati rreth 2 orë, la një sër porosish. Sepse janë gjërat të cilat ju takojnë të gjitha bashkive dhe në kontekstin e punëve të Shqipërisë janë gjëra që kanë një rëndësi të drejt për drejt për qytetarët. Ai ka kërkuar të ketë më shumë angazhim për mënyrën se si funksionojnë emergjencat civile në nivel lokal, por gjithashtu të ketë më shumë progres në zbatimin e paketës së maleve. Rama tha se për këtë nismë ka një interes të lartë dhe një pjesë e bashkive janë drejt përfundimit të hartave për zonat prioritare, ndërsa një pjesë tjetër tashmë i ka miratuar ato. Sa i përket përpunimit të mbetjeve, kryeministri e ka vënë theksin tek zona turistike, pasi sezoni veror është në prag. Jemi duke punuar për mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve, sidomos në zona turistike, por duhet bashkëpunim mes nesh dhe jush, mësohet të ketë thënë kryeministri. Burime bëjnë me dije se pjesë e diskutimeve ju kushtua partneritetit të bashkive me sektorin privat, që mund të gjenerojë më tepër të ardhura për pushtetin vendor. Problemet me hapësirat për parkimet ishin gjithashtu pjesë e bisedës, ndërsa shtëpitë e vjetra apo objektet me rëndësi në qytete mund të kthehen dhe në muze. Ndërkohë, mbledhja e Ramës me kryebashkiakët nuk kaloi pa incidente. Kryetari demokrat i Bashkisë së Pukës, Rok Dodaj, nuk u lejua nga Garda e Republikës që të merrte pjesë në mbledhje, edhe pse ishte i ftuar. Vet Dodaj sqaroi më vonë se organizatorët i kërkuan falje pasi bëhej fjalë për një gabim në dërgimin e ftesave. Dodaj është ftuar që më pas të futej në takim, por ai është tërhequr. Alarmi për sulme të mundshme nga Irani sipas ministrit të Brendshëm Mallari është një lajmërim standard i ambasadës amerikane. Ai sqaroi se policia dhe institucionet e tjera kanë rritur masat e sigurisë kohë më parë që kur nisi konflikti në lindjen e mesme. Sipas ministrit, ambasada ka sqaruar se njoftime të tilla janë bërë edhe në vende të Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari e quajti një lajmërim standard njoftimin e bërë 2 ditë më parë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e cila u bën të thirrje shtetësve amerikanë të tregojnë kujdes për shkak të rrezikut të sulmeve nga grupe të lidhura me Iranin. Sipas institucionet ligjzbatuese janë në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe prej kohësh kanë bërë një vlerësim të plotë të rrezikut. Për sa i përket deklaratës, unë e përmenda më herë që edhe nga komunikimi me profesorët e ambasadës është bërë me dije se ky njoftim është bërë dhe në vende të ndryshme të botës dhe Evropës, duke përfshirë Belgjikë dhe Holland. Kështu që nëse qytetarët shqiptarë ndihen të pasigurt, atëherë bie do të themi që dhe qytetarët belg dhe holandezë dhe të vendeve tjera të Evropës të ndihen të pasigurt, por nuk besoj që ky është rasti, pasi njoftime të tilla ju e dini janë bërë në mënyrë periodike. Kur do herë që ka pasur një informacion qoftë edhe që lidhet me protestat. Gjatë konferencës për shtyp, ministri u pyet edhe për hetimet mbi atentatin mafios të rinasit. Kjo është puna e policisë, është puna e hetuesve, të cilët kanë detyrimin ligjor të administrojnë në mënyrë të kujdesshme e zaruese, sa më të plotë dhe në bashkëpunim të ngushtë dhe bazuar në besim me organin e akuzës, qoftë ky prokuria e përgjithshme apo prokuria e posaçme,
si dhe me partnerët ndërkombëtar, dhe unë mjaftoj të shoh rezultatet. Nëse unë jam i kënaqur me rezultatet, me performancën, për mua mjafton dhe besoj që sipas ligjit policia e shtetit e ka kryer detyrën. Ndërkohë, Lamallari refuzoi të jepte një koment mbi fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, i zhdukur që prej vitit 2023. Kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes. Ministri i Brendshëm u ndal edhe tek protestat e Partisë Demokratike, duke thënë se do të dënohen sipas ligjit të gjithë ata persona që rrezikojnë jetën e qytetarëve, të efektivëve të policisë dhe që sulmojnë godinat shtetërore me molotov. Opozita kërkon hetim parlamentar për veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Informacionit. Lideri demokrat Berisha tha se të dhënat e qytetarëve kanë përfunduar te bandat kriminale. Partia Demokratike ka depozituar zyrtarisht në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni timor për mënyrën si funksionon Agjencia Kombëtare Shoqërisë së Informacionit e sa të mbrojtura janë të dhënat personale të qytetarëve. Akshi është një prej institucioneve që është denoncuar më shpesh nga kryetari i PD Sali Berisha, por ai vetë beson se mazhoranca socialiste do të argëzojë kërkesën. Gjërë sot, Edi Rama i ka mohur opozicës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Në lidhje me dosjen e Spakut për tenderat e Akshit, Berisha deklaroi se Ergys Agasi nuk është shpallur në kërkim ndërkombëtar, edhe pse Spaku ka ngritur ndaj tij akuzat për heqje të palishme të lirisë, konkurrencë të palishme përmes dhunës e pastrim parash. 2 javë më parë Ergys Agasin e kanë rrafur shumë keq, e kanë shtruar në dru, sipas qytetarit digital është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergys Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergys Agasin. Ndërkaq Berisha komentoi edhe protestën e demokratëve Durrësit pak ditë më parë në selinë e PD-s, duke këmbgulur se vendimi për përjashtimin e tyre ishte i drejtë. E kam thënë gjithnjë që ata të cilët kanë punuar për kundërshtar do marrin atë që meritojnë. Megjithatë, secili ka të drejtën të ankimojë dhe të faktojë se është ndëshkuar në mënyrë të pamerituar. Pak ditë më parë një grup demokratësh nga Durrësi depozituar në PD një ankesë kundër përjashtimit të Arlind Boshkut e Dritan Burgis. Shtatëdhjetë vjeçari gjetur i vdekur në një fshat të Korçës besohet jetë vrarë për grabitje. Policia zbuloi se atij janë marrë lekët nga portofoli, e po ashtu një ditë më parë i shkëputur dhe linja ndriçimit të jashtëm të shtëpisë. Policia e Korçës vion hetimet për zbardhjen e vrasjes së 78 vjeçarit Gëzim Via, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij private në fshatin Bulgaret. Deri në këto momente nuk ka ende një autor të identifikuar për ngjarjen e rëndë, por sipas burimeve nga grupi hetimor, pista kryesore mbetet ajo e grabitjes. Burimet të siguruara pranë grupit të hetimit thanë se ka qenë postieri i shërbimit postar, ai që ka kërkuar të takohet me Gëzim Vian për t'i dhënë një shërbim poste, por ka gjetur derën e mbyllur. Duke këmbgulur, postieri ka vënë re nëpërmjet dritares trupin e shtrirë të 78 vjeçarit dhe menjëherë ka lajmëruar fqinjet dhe policinë. Nga ana tjetër, familjarët kanë deklaruar për grupin e hetimit se 78 vjeçari Gëzim Via nuk dispononte shuma të mëdha financiare me përjashtim të pensionit të tij mujor dhe një shume të vogël kursimesh që e kishte siguruar nëpërmjet qeras së tokës. Gjithashtu, të afërmit e viktimës kanë bërë me dije se nuk kanë konflikte me persona të tjerë, ashtu siç nuk ka patur borxhe tek të tretët i moshuari. Këtë të premte, policia është rikthyer edhe një herë tjetër në banesë, por edhe në lagje ku ka krehur zonën e po ashtu ka gjetur kamera të tjera sigurie, të cilat po kqyren për të parë lëvizjet e mundshme të autorit. Po ashtu, nga grupi i hetimit vërtetohet se i moshuari ka patur 2 goditje në kokë, brenda në banesë ka patur sende të thyera, çka tregon për një përleshje të mundshme, ndërsa të njëjtat burime shtojnë se janë afër identifikimit të autorit.
Pista e vetme është ajo e grabitjes me pasojë vdekjen. Një element që po verifikohet nga hetuesit është edhe fakti se një ditë para ngjarjes, viktimës i ishte prerë kabulli i ndriçimit të jashtëm të banesës, çka ngre dyshime për një veprim të qëllimshëm në funksion të realizimit të krimit. Kreu i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka pezulluar nga detyrat të gjithë drejtuesit e Komisariatit të Peqinit. Vendimi lidhet me zbulimin e laboratorit të drogës disa ditë më parë, ku arrestuat dhe ish drejtori i burgut të Rogozhinës, por që më pas u la i lirë. I gjithë zinxhiri komandues në Komisariatin e Peqinit është pezulluar nga detyra në lidhje me skandalin e zbuluar më herët për laboratorin e kanabisit që u gjet në fshatin Kurtaj. Sipas policisë, 7 punonjës të uniformave blu, përfshirë shefin e komisariatit, drejtues të sektorit të krimeve, u pezulluan nga detyra pasi dyshohen si përgjegjës për lejimin e kultivimit të lëndës narkotike të zbuluara në magazinën e drogës. Me urdhër të kreut të Policisë së Shtetit Skënder Hita, u pezulluan nga detyra shefi Komisariatit të Peqinit Altin Gusho, shefi krimeve Daniel Kaçaniku, specialisti policisë kriminale Sefer Dushku, si dhe ai policimit në komunitet Muharrem Zylyfi. Valës e pezullimeve nuk i ka shpëtuar as i shefi Komisariatit të Peqinit Bilbil Lita, i cili aktualisht është në krye të policisë së Devollit. Gjithashtu dhe i shefi krimeve Denis Sinani është pezulluar nga detyra, i cili kohët e fundit u transferua në Devoll. Arben Koseni është një tjetër efektiv gjithashtu i pezulluar nga detyra. Masat u bën prezente nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita në një mbledhje të zhvilluar me gjithë drejtorët vendor dhe ata të kufirit. Hita u ka kërkuar të gjithë drejtorëve masa të menjëhershme për të luftuar kultivimin e kanabisit, si dhe mos tolerim për asnjë punonjës që nuk përmbush detyren. Banesa ku u gjet kanabisi i përket Bilal Hasës, i cili ishte drejtori i burgut të Rogozhinës, i pezulluar nga detyra me njëherë pas skandalit. Hasa u shpall në kërkim dhe u paraqit vetë pas disa orësh në komisariat, por u la i lirë pasi sipas bluve nuk ka prova për implikimin e tij. Hasa bëri përgjegjës vëllain e tij duke thënë se ishte ai që kujdesej për këtë banesë. Të përfshirë në këtë skemë ishin dhe disa punonjës të OSHE, të cilat kishin mundësuar një transformator për furnizimin me energji elektrike për laboratorin e drogës. Qindra banor të Martaneshit kërkojnë që kullotat dhe pyjet e zonës së tyre të mos jepen të privatët për të vendosur panele fotovoltaike. Ata janë përplasur me zyrtar të Bashkisë së Bulqizës, duke bërë të qartë se askush nuk mund të rrëmbejë tokat e përbashkëta. Dëgjesa publike e thirrur në Martanesh për dhënien në përdorim të sipërfaqeve kullësore dhe pyjore përmes ankandit është kthyer në një protestë të banorëve kundër planit që sipas tyre synon hapjen e rrugës për vendosjen e paneleve fotovoltaike në zonë. Prania e qindra banorëve në takim si dhe tensionet që në nisje bën që përfaqësuesit e Bashkisë Bulqizë dhe sekretari i Këshillit Bashkiak Lodian Reçi të largohen. Banorët pretendojnë se ka mungesë transparence dhe se bashkia po bën përpjekje për të vendosur mbi fatin e tokave të përbashkëta pa konsultim me komunitetin. Këtu po shkatrohet fshati herë shkatruar në mënyrë përfundimtare. Po se ne jemi në mënyrë kategorike kundër dhe ne do e mbrojmë me zgjak unë, pllumën time. Po në qofë se tokën time ku më kalon baba, me zabel, me gure, me kufi dhe me shkam, unë do të vdes i dyti, i pari do vdes dikush që futet në tokën time. Po këto dokumenta që ka miratu se ai çuni, ai zhëricës, ai nuk ka lidhje fare, ai çuni si e këtu, deklaroi se tha nuk kemi ardhur për këtë punë. Faktikisht, këto dokumenta që kam në telefon, që janë të dalë nga Bashkia e Bulqizës, janë të gjitha me firmë të pyjores, të ndërmarrjes pyjore, për të marrë 85 hektar tokë kullësore. Ata paralajmëruan se çdo vendim i njëanshëm mund të krijojë konflikte serioze sociale, pasi shumë familje po rikthehen te blegtoria dhe përdorimi i kullotave. Kanë filluar njerëzit të vënë baktit. Ka 200 e sa bakti ka njëri këtu që ka ke fabrika, është gjithë kjo zona këtu, afër qytetit. Qofse ti do vesh panelet ke kjo zonë, deri sidomos fusha e gjatë, kjo ka qenë bazë për këtë fshatin këtu, që kap dhe qytetin e Krastës. Unë nuk them ka zona të lira, që mund të vijen ato, pak të maton projt të Batrës, për jo këtu, këta planifikojnë këtu poshtë brenda qytetit, brenda fshatit. Kjo protest vjen në një moment kur debatet e ngjashme po zhvillohen edhe në zonat e tjera të Bashkisë Bulqizë. Dëgjesat publike u shoqëruan me kundërshti të forta nga banorët që refuzuan planet për dhënien në përdorim të sipërfaqeve pyjore dhe kullësore.
Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shëmbi këtë premte një shtëpi dyqaçe në Vlorë pasi ajo pengonte projektin e lidhjes së portit detar me rrugën transballkanike. Prishja e këtij objekti u kundërshtua nga banorët, të cilët thanë se disponojnë dokumente të rregullta pronësie dhe se çështja është në proces gjyqësor në gjykatën e apelit. Sipas tyre, gjykata e shkallës së parë e Vlorës u ka thënë të drejtë pronarëve, të cilët nuk janë kundër shëmbjes, por kërkojnë dëmshpërblim në vlerën e tregut. Banorët pretendojnë gjithashtu se duke qenë një çështje në proces gjyqësor në apel, Kodina nuk mund të shëmbej. Interesi i qytetarëve për të marrë kredi te institucionet financiare jo banka duket se është ulur. Ekspertët thonë se në këtë situatë kanë ndikuar rregullat e vendosura nga Banka e Shqipërisë. Borxhet që qytetarët dhe bizneset u kanë institucioneve që japin mikrokredi janë ulur gjatë vitit të kaluar krahasuar me vitin 2024. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, vlera portofolit të kredive ka arritur në 62.7 miliard lek, duke shënuar një rënje prej 9.5%. Retaili ka filluar të shesi produktet me këste, që do të thotë ja ka hequr mundësinë institucionit financiar, sepse parë që normat e larta të interesit etj. Dhe për të motivuar më mirë konsumatorin, filloi dhe të kaloi automatikisht përmes shitjes së drejt për drejt me këste, që do të thotë pagesa të mëpasshme për këta konsumator, gjë që nuk është më në portofolin e institucioneve financiare jo banka. Dhe treta patjetër që ka ndikuar edhe paketa e rregullave të vendosura nga Banka e Shqipërisë, paksa të vonuara, por absolutisht që japin eficiencën e tyre dhe duket efekti në statistikat. Me bizneset që kanë nisur të ofrojnë vetë madhra dhe shërbimet e tyre me këste, duke anashkaluar interesat e larta të kredive të institucioneve mikrofinanciare, qytetarët duket se po gjejnë alternativa më të qëndrueshme financimi. Unë do të isha i kënaqur dhe do të isha optimist nëse vërtet konsumatorët kanë arritur të kuptojnë problemin e madh të normave të larta të interesit që duhet paguanin. Jemi në tjetër çështje kur ti do të bësh një biznes, ke një ide shumë të mirë, të kalibruar shumë mirë dhe ke vështirësitë e financimit të një startupi. Nga ana tjetër, të dhënat nga banka tregojnë se kredit po paguhen kryesisht në kohë, pasi vetëm 4.2% e vlerës së kredive rezulton me vonesa në pagesë. Konkurrentët e Ferma VIP3 kaluan një javë të mbushur me sfida, debate dhe argëtim. Protagonistët e këtyre ditëve ishte Moza, e cila u shpall edhe më e preferuara e publikut. Sot në mbrëmje priten të tjera zhvillime surprizë, ndërsa një nga fermerët do të eliminohet me votën e publikut. Teksa ditët i lëm vendin njëra tjetrës, në fermën VIP puna nuk ndalet. Mimoza Ahmeti, fermerja e preferuar e publikut, e zgjedhur mbrëmjen e së hënës, e cila gjatë kësaj jave ka mbajtur edhe titullin kryefermere, pas marrjes së detyrës ka nisur menjëherë nga puna. I pasaprish puplat e era këtyre. Kryefermerja ka angazhuar të gjithë konkurrentët duke u ndarë detyrat. Kemi harruar të ushqejmë kafshët, janë harruar bajkat e lopës, me gjitha unë sa po mund ta ketë bërë dhe nuk mund t'i rimëroje bajkës lopës. Në atmosferën dhe energjin pozitive që kanë bizoturuar këtë javë të parë, fermerët janë angazhuar ku veç lojës kanë sjellë nota humori, këngë dhe batuta. Përshëndetje, mirëmëngjes. Puna në fermë ka vazhduar me ritme intensive. Kujdesi për kafshët, gatimi dhe mirëmbajtja e ambientit shpesh janë kthyer në burim debatesh, duke treguar se presioni i izolimit po ndjehet gjithnjë e më shumë. Duhet të bashkuar një problemin, ta kryjmë këtë punë, mandej grinat soptona bajçat. Gjatë javës nuk kanë munguar as momentet emocionale. Disa nga banorët ndanë histori personale, duke u njohur më shumë me njëri tjetrin, por edhe duke treguar një tjetër dimension në sytë e publikut. Gjithashtu, aleancët e para në fermën VIP, por edhe përçarjet ka nisur. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar diskutimet e shumta, duke treguar edhe një herë se loja pritet të jetë e fortë dhe fermerët janë gati të bëjnë gjithçka për të çmimin e madh. Një televotim i hapur që prej mbrëmjes së të hënës për të zgjedhur fermerin që publiku do të eliminojë, po mban në ankth Rafaelën dhe Xhesin. Por kë prej tyre do të shpëtoj publiku, cila do të jenë sfidat që do të vënë përballë konkurrentët mbrëmjen e sotme? Këto, si dhe shumë surprizat të tjera, Ferma VIP3 do t'i zbulojë sonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanalet e dedikuara, si dhe 24 orë live në platformën YouTube.
Si radhë herë, publiku në Tiranë do të ketë mundësi të ndjek 2 opera në një mbrëmje të vetme. Dy opera, dy botë, një përjetim i vetëm artistik. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit fton artëdashësit në një përballje të veçantë të repertorit operistik, duke sjellë në të njëjtën natë 2 kryevepra që qëndrojnë në pole të kundërta emocionale. Në pjesën e parë, publiku përballet me dramën e fortë veriste të Kavaleria Rustikana, një histori e zhveshur nga iluzionet, ku dashuria, tradhtia dhe nderi përplasen në mënyrën më të ashpër. Nga ana tjetër, pas kësaj tragjedie të thellë, merret një kthesje menjëhershme drejt humorit dhe ironisë së operës Gianni Schicchi të Puccinit. Në këtë vepër tregohet shumë fort mentaliteti dhe traditat e një vendi siç është Sicilia, gjë të cilën publikun e ftoi madje të shohë disa gjëra të përbashkëta, ndoshta edhe me shpeshherë traditën shqiptare. Në skenë këto vepra i sillin artistët e njohur vendas dhe të huaj si Eva Golemi, Emanuela Pasku, Amadi Laga, Amarildo Likaj, Ramona Tullumani apo Renisa Laçka. Nuk është hera e parë që unë e luaj, herën e parë më kam luajtur në Sicili, në Messina, në vendin ku luhet dhe ku është bërë Kavaleria Rustikana. Them se ky produksion është i jashtëzakonshëm. Është një kënaqësi për mua pasi jam në premierë në të dyja shfaqjet, si te Kavaleria Rustikana, po ashtu edhe Gianni Schicchi, dhe jam e lumtur se vjen një produksion tërësisht të ri. Shfaqjet do të mbahen në data 3, 4, 6 dhe 7 prill në orën 20 duke ofruar 4 mbrëmje ku publiku do të udhëtojë nga tragjia që të lë pa frymë te komedia që të bën të qeshësh dhe të reflektosh njëkohësisht. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.